shi njerës që nuk janë politik, për mu nuk janë zgjidhje, pra nuk besojnë këto qeveri teknike në këto, e kam shumë problem, sepse në fundit do të me të votu deputetet. Nuk mund është me pas qeveri teknike kër e ki deputetet politik. Dhe ata kanë agendë, dhe se cila parti duhet jetë pro kësaj. A i ka thonë, do të kemi një qeveri për një vjetë, që do t'i ketë këto programe, këto pika, dhe në bastë aty ne ka me funksionu. Dialogu me Serbinë qa bëhet? Nuk ka sartësi. Jo, a është ty dhe atë herë? Jo, Lumiri ka thonë, në rengët në rinegocim, përveç zotit Haradinja që punën për prezidente, qa është, do me thonë, vjosa së shmo do të kemi... Nuk i di. Kur vinat e prezidentja, a shkojmë zgjedhje, apo me qëta deputet shkojmë zgjedhje, pra ka shumë pika të cilat, unë të s'kem që a i diskutojmë, se ata i kanë deputet. Nëse jo kjo zgjidhje, vetë pyetja si i shtrova, si është dashur të shtrune, po nda shtrova pyetjen çka çu Pra, qeveria gjithëpërfshirëse është një opsion. Po, I dytë është me PDK, unë se kom po halat letër me aqu Albini PDK-s, mi thonë apo hymë koalicion, aje do t'i kishte 48 plus, sa i kam 24, 4, po 24, 25. PDK-ja, sa po bojnë, 72, shtoja minoritetet jo sërbe, dhe kini qeveri që i kam bi 80 vota. Lumiri po dhe mu se më kanë votu qytetarë për më kanë votu më konë në opozit. Pra, du të me vendos ata, po dojnë me hinë qeverisje, dhe në qeverisje du të me shqyrtu seriosisht qeverinë e opozitës. Por, me qenë se s'ka vullnet, atër është o qeveria që të përshirëse, o vetë vendosja me PDK-n, o zgjidhe të reja. Që s'ka, s'kem qka lodhëm këtu... E ke thonë prej fillimit, ja ke qëllu prej fillimit, prej ditë javës parë pas zgjedhjeve kemi folë dhe ke parashiku gjitha detajet që shemi diri këtu. Shpen, nëse nuk është kjo zgjidhje, po thoni që vetëm ja zgjidhësh nëse vetë vendosja ai me PDK-n, ose gjithë përfshirësja. Ose gjithë përfshirësja. Po. Si zgjidhje. Vish du të me shtile... Tash përshtroj pyetjen. E një zoti Kurti shumë mirë. Gjithë përfshirëse pa vetë vendosjen s'ka. A beson që hinë vendosja me një qeverisje ku nuk është kryeministër Albin Kurti? Vështirë. Nuk e besoj, në thash fillim. Po ma shumë e pata për koalicion. Koalicioni, pse ju ka tek vetëm me shku PDK-ja me vendosim i thonë, letë bëhet Bedriam, nuk bëhet ajo punë. Le të hekin mon, mos na i hupe një dhe ditë kështu. I bindu që kam ju drejtu tash edhe PDK-s me rjetëra zotit? Nuk jam i bindu, se nuk e di pëse që ka drejtu më të parën atyne, ose po ishe ma të dopt, ose po do me i dopsu para zgjedhjeve, ose me të vërtet ka në informatë që brenda LDK-s ka gatishmëri prej disave, por sot ishte, duke se ishte një përgjigje jo e qartë. Të sinë unë e kam pritë, se du të ishte absurd tash mi thonë po. Që ti opcioni që ki pas pi fillimi dhe ki thonë s'ka shansa, dhe mas kejt asoj që ju ka thonë, se këto ajvan që ju ka thonë, unë e kom thonë, kjo i shkën në faktura Albin Kurtit, nuk ju shkën këtyne. Talë shumë pe aty, kur u bo verifikimi mandatë, që e ka qenë me rëndësi tash mu. Nuk e di, po edhe faktit që, do me thonë, unë e të kam thonë, Albini s'po do me bo qeveri, se thash nuk do me bo me 61. S'do me 61 dhe glau kun kryet kjo punë. Ta garantoj që ne e me thonë, glau kun ju është kandidat për kryetar kuvende, e kitë kry me atë punë. Ta votojnë sigur një 3-4 vetat, sigur. Pra, ka qitë personin i cili është posaçërisht dhe specifikisht personi që nuk i merë 61 vota. Pse? Strategjia për me lyp kohë, për negociim për me këshyrë, me lodhë, me lyp kohë dhe thjesht, mos me bo qeverin me 61. Se po e zgjodhen këta albulena, atër është i detyru me vepru në... Shpen, a mundet një këti bumerang kjo, nësë është puna, si i pash njëva deklaratat gjela e sfesës, ta shumë shpejt, ta do të lodhën, keni me pa, ta kanë më lodhë. A mundet një këti bumerang këtë kjo manevër politike Albinit? Pa i, atë kujtohen zgjedhjet e 2021-s. Harombre këto sana, nuk është... Këtu në Kosovë ki pas politikanë që ja kanë kthy qëndrimin, tu janë njës prej Albin Kurtit e deri te plot do tjerë. Dhe me ju pas kushtu politikisht, nuk i këshim pas sëd. Jo. Pra, unë e shë që media shumë shpesh e nëzirën e ke thonë këto, e ka thonë kështu, kam i kushtu, shihne qatë narrativën e përkrasit dhe të vendosis. Unë menej që vetë vendosja mundet me hup për shkak se po i lodhë qytetarët e edhe përkrasit e vetë. Pra, kur të fitën venin e parë në zgjidhje, ata dhe që të kam përkra presin që ti ki me bo zgjidhje. Kimi a bo dyqysh. Alë shëmpetja, shkën me hajvanat, që pëtën e pres kështu, por mos bomja e zgjidhjes është ma e keqe për vetë vendosje. Dhe për që ato ki tash
opcione se u bënën 10 herë, janë nisën njerëz me thonë, a janë të lujtë hajgare këta me neve, dhe shtinë një letër për LDK-n. A, tash në 30 na merëm këtu me letrën, dhe sa të na bëhet bajat edhe kjo letra, dhe sa të përsëritëm që thash ato të ilshu që të 2 vitot e kalume, e ma ne duhet me qitë diçka të re. Atëherë, si pas që shpend, Caku i Zotit Kurti është o zgjedhjet o koalicioni me PD. Ose me